policia, unë e thashë edhe më herët, ka njësi të veçanta të cilët mirën me këtë çështje, por natyrisht këto edhe krimi, edhe gjithçka, edhe grabitjet ndrojnë prej kohës në kohë. Po, unë po e përmend edhe një herë, duhet analiza të thella në këtë drejtim një, dhe duhet shikohen se këto grupe, a janë rritje e sipër, çfarë grupe janë grupe profesionale, se mund të ketë edhe grupe kanere individuale ad hoc, nuk janë, po siç po shihet, deri tani disa raste që kanë ndodhur janë grupe të cilat janë shumë mirë të organizuara. Dhe vjedhjet e tilla bëhen me sekonda. Qaq planifikim i mirë, këtë planifikim të mirë në bajnë. Prandaj policia duhet ketë në konsiderat dhe qoftë me një task force ose ndonjë veprim tjetër, ndonjë grup të veçantë që të mirët ekskluzivisht me këto çështje. Se pasandaj kemi të bëjmë kur merr shtrirje të mëdha. Pra, sepse çështja është Zeka që do ta shtroj me uzë Morina më pas, pra çështja është në preventiv. Sepse ta zëm një prej grabitjeve më të mëdha, më spektakolare që ndodhin në Suharek para sa kohe, kur ajo grabitje ndodhi, u bë aq e madhe, policia reagoi shpejt, i gjet kush e bëri, arrestoi pa të vrarë pra në operacione, mirë po ishte post festum, pra pasi që ndodhi grabitja. Si duhet punohet në preventiv që mos ndodhi? Shiko, e përmendën edhe kolegu më herët. Tash preventiva ka strategji të ndryshme në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme, ka strategji pikërisht për këtë dhe veprimet duhet bëhen edhe në harmoni të tyre, po natyrisht edhe duhet shikojnë bazë ngjarjeve, se unë po e them edhe një herë, këto që po ndodhin nuk janë të natyrës së mahershme. Shihet se në Kosovë kanë fillu disa grupe të strukturohen. Dhe rreziku gjithmonë është kur krijojnë grupe dhe strukturohen në mirë, e pasandaj problemi ose ballafaqimi i shtetit me to, i policisë, është më i rrezikshëm. Kur jemi në këtë fazë, kur po flasim, unë mendoj që mundësitë janë më të vogla tyre, por natyrisht që duhet policia e Kosovës, njësitë të veçanta, duhet t'i kushtojnë rëndësi më të madhe, pikërisht çështjes grabitjes, pikërisht çështjes vjedhjeve të tilla që po bëhen në mesditës. Ky është guxim tepër i madh i grupeve. Çfarë do qofshin ato që në mesditë hynë të vjedh. Prandaj edhe mund të ketë raste, pasandaj mund të ketë vrasje, mund të ketë gjithçka, se nuk është e pamundur që të ndodhë. Por unë e thash edhe një herë, shiko, kjo mos konsolidimi i shtetit, institucioneve të Republikës Kosovës, nganjëherë nuk po duhet me polizugjë, po nganjëherë din me ju kriju mundësi dhe me shfrytëzue qoftë edhe grupe kriminale të ndryshme për veprime. A një farë në lloj neglizhencë, mund të them nganjëherë në tërësinë e institucioneve dhe pasandaj shfrytëzojnë grupet. Ka të bëjë shpesh me koncentrimet, pra se si bën. Ta zëm policia e Kosovës kishte një koncentrim të jashtëzakonshëm në veri gjatë 3-4 vjetëve të fundit dhe normalisht personelin e njësive speciale ta zëm prej Gjilanit të dashkëmi transferu në veri për është çështje varet prej prioriteteve. Shikoni, qeveria, shteti krijon prioritete. Dhe në varet për prioritete çfarë ai ka. Nëse prioritete ka, po llogaritmësia punën në brendshme që të luftohet, që megjithatë ai ka dhe detyrat përditshme, po janë prioritetet nganjëherë. Krimi organizuar, grabitjet e tjera, dhe pasandaj skicohen, vizatohen në mirë dhe krijohen grupe të veçanta që të mirën me atë çështje.